Për shkak të një zjarri që pati rënë, objekti i Muzeut të Muzikës i njohur si Tabhania ishte dëmtuar pothuajse tërësisht. Projekti i rindërtimit të këtij objekti ka nisur në gusht të vitit 2024 dhe vetëm faza e parë ka kushtuar €371.796, ndërkaq faza e dytë e projektit, e cila ka përfshirë rrethojat, ka kushtuar mbi €33.000. Tabhania është ndërtuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim me Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore. Pas përfundimit të punimeve, objekti është dorëzuar në kompetencë komunës së Gjakovës, e cila sipas Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit duhet të kujdeset për menaxhimin dhe funksionalizimin e muzeut. Muzeu i Muzikës ishte djegur në vitin 2023. Paraprakisht aty gjendja ka qenë tetë e rënduar, me dëmtime të mëdha brenda e jashtë objektit.